mbahen nesër me 12 tetor 2025 do të kenë mundësi të votojnë 3467 votues. Votojmë të gjithë qytetarët me të drejtë vote që të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe demokratike, të votojnë dhe të shprehin lirshëm vullnetin e tyre. Periudha aplikimit dhe identifikimit të votuesve me nevojë të veçanta ka përfunduar dhe për zgjedhjet lokale që mbahen nesër me 12 tetor 2025 do të kenë mundësi të votojnë 3467 votues. Votues të ngujuar në shtëpia 1508, votues në institucionin 1956 dhe votues të cilët do gjenden në rreth shtëpia Ken 3. Sa i përket votuesve në institucione që janë 1956, këta votues do të kenë të mundësi të votojnë në gjithsej 36 institucione të ndryshme, që përfshin klinika shëndetësore, shtëpitë të moshuarve, qendra të paraburgimit dhe qendra korrektuese. Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ftojmë të gjithë qytetarët me të drejtë vote që të ushtrojnë të drejtën e tyre kushtetuese dhe demokratike, të votojnë dhe të shprehin lirshëm vullnetin e tyre për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre. Pjesëmarrja juaj është e një rëndësie të veçantë, andaj inkurajojmë të bëheni pjesë e këtij procesi. Njëkohësisht, u bëjmë thirrje të gjithë anëtarëve të këshillave të vendvotimeve që të jenë të angazhuar gjatë ditës së zgjedhjeve, që të veprojnë me përgjegjësi, profesionalizëm dhe paanshmëri, duke respektuar në përpikëmëri të gjitha procedurat ligjore dhe rregullat zgjedhore, në mënyrë që vullneti i qytetarëve të garantohet dhe të mbrohet plotësisht.